Përshëndetje të gjithë dhe mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Eliana, sot nisim një vlog të ri edhe jemi në Mykonos. Është dita jonë e parë këtu te ishulli më i famshëm e Greqisë, këtë bashkë me Santorinin. Janë këta të dy që janë më të famshmët në botë. Edhe kemi erdhur në Mykonos sepse këtu punon vllai David. Ka erdhur për sezon, punon gjithë beharin këtu në një lokal, në një restorant. Edhe erdhëm edhe ne, këtu është shtëpia e vllait të David, kështu që edhe ne këtu dorim. Vllai David e ka emrin Louis. Louis bashkëjeton me të dashurën e tij që punojnë të dy bashkë sezon këtu në Mykonos. Edhe erdhëm ne që t'i japim bezdi, të rim këtu, të bëjmë pushime, ndërkohë që ragacit punojnë, po çfarë të bëjmë? E duhet ta shfrytëzonim këtë oportunitet, si e themi, këtë nuk e di. E kuptuat. Sepse në përgjithësi duhet të keni dëgjuar që Mykonos është nga ishit më të shtrenjta në Greqi. Janë nga ishit që nuk ishe erdhur sepse nuk preken nga anet çmimeve. Realisht nuk preken. Edhe tham tani me që kemi të paktën akomodimin falas, hajde modi si do e bëjmë. Po kërkojmë tani. Ka erdhur një mace porin të këmbët e David. Është pirt i vogël. Shikoni re, sa e bukur, sa e mirë që është, o zot. Po i kërkon David ta prek pak, ta përkëdhel, po David ka alergji te macet, po prapë prek. Vllai David sa iku nga shtëpia bashkë me të dashurën e tij të çojë të dashurën në punë, edhe pastaj ka një meeting te puna e vet, por sot ka marrë lejen. Mëra kamera. Nuk ka marrë as tripodin tani, kështu që do mundohemi të punojmë me këto që kemi. Vllai David ka marrë leje nga puna sot, kështu që nga ora 1-2 që do mbaroj me meeting që ka te puna e tij, do vi të na gjej në plazh. Ne po kërkojmë tani ku do shkojmë, si do ja bëjmë, sepse ju them janë të gjitha të shtrenjta. Këtu mundohemi të gjejmë diçka më ekonomike. Po ato më ekonomike të Mykonos janë të shtrenjta, super të shtrenjta për ne. Do ju them edhe gjithë çmimet e ishullit që të keni parasysh si janë, si shkon e gjitha kjo puna. Unë për sot zgjodha të vesh këtë setin këtu kafe lart e poshtë. Edhe desha t'ju them që kjo pak a shumë që duket nga pasqyra është shtëpia. Je kemi bërë ne rumujt, se dje ishte yll. Thjesht tani kemi vënë këtu në mes një dyshek që kemi sjell dyshe me Devin që të mundemi të flem, që të mos flinim këtu te divani, se e shikoni nuk është shumë i madh. Atje poshtë është dhoma e çifti tjetër, edhe nga ana këtej është kuzhina. Unë këtu kam lënë laptopin tim sepse po postoj vlog. E kam lënë te kjo muzika që të mos fiket laptopi derisa të karikohet videoja. Edhe kuzhina super cute. Nga ana tjetër kemi banjon në të cilën momentalisht ndodhet Devi atje që po ruhet. Edhe kjo pak a shumë është shtëpia jon për javën tonë. Unë ndërkohë nuk e di, po jam e përgatitur për erën që do ketë këto ditë në Mykonos. Në përgjithësi Mykonos është nga ishujt që fryn më shumë erë nga të gjitha. E ka emrin edhe ishulli i erës. M'duket. Përkthehet në shqip nuk jam e sigurt. Dhe kanë thënë kështu sepse fryn tepër shumë erë gjithë vitin, edhe në behar edhe në dimër. Kështu që kam parë shumë goce që dalin i fryn era, flokët, prishen me njerë. Po veshje fustan duhet të jetë ose i ngushtë ose të mos jetë i shkurtër që të ngrihet. Duhet të kemi pak kujdes me këto gjërat këto ditë, por tani unë sa kërkova për plazh gjeta një të organizuar me umbrella edhe me shezllone. Në përgjithësi këtu ishulli ka shumë luks, edhe plazhe të lira janë brenda ishullit 1-2. Kaq ka. Të tipit të mos ketë shezllone, të shkosh ti thjesht në tosh atje, janë 1-2. Gjithë të tjerat janë që duhet të paguash hyrje, duhet të paguash pastaj ku do ulesh, duhet të paguash ushqimin që do hash, edhe çmimet janë të shtrenjta, të tipit te ato më të famshme, lokale si Skorpios, Namos, Santana, që janë nga më të famshme të ishullit, që vinë të gjithë turistat, të huajt që kanë lek, do me thënë, edhe vinë për këto lokalet, i kanë çmimet në qelë, të tipit 200-300 euro për shezllone, thjesht që të ulesh, jo që të pish diçka ose të hash diçka, jo. Vetëm që të ulesh edhe as nuk ju them
te radha para, do me thënë atje që është afër plazhit, jo, te ato mbrapa janë këto çmimet. Pastaj për ato parat janë 1.000, 2.000, 3.000, ku diun. Janë çmime absurde që ne nuk i prekim, prandaj ne nuk do shkojmë në këto të famshmet. Nuk dua të harxoj gjithë buxhetin tim brenda një dite, kështu që do shkojmë në një pak më ekonomike, do ju them sa të shkojmë, sa do paguajmë. Mykonos nuk është shumë stilim, nuk është stili që ju kam mësuar edhe këtu, sepse unë shkoj në Përishoj dhe ju tregoj mënyrat më të lira të jetoni për një javë, por do shohim si do shkoj edhe kjo javë. Është një eksperiencë totalisht ndryshe për mua. Edhe njerëzit këtu janë shumë ndryshe nga atë që jam mësuar unë, kanë pak më shumë porth, janë dalin jashtë dhe janë të gjithë të bukur, janë kështu gjithkohon, edhe gocat edhe çunat, jo vetëm gocat, janë edhe çunat kështu. E të shohin edhe gjithkohon rregullojnë flokët, gjithkohon duan të tregojnë që kanë lekë, te janë ndej të gjithë me brande, të tipit vetëm brande shikon këtu, po është normale, e dinim ku vinim. Like a cold in the summer, you kept me hanging. You found me when my mind was like an engine. Found me when my life was energetic. Now my skin is rusty. All my tears are dried, my eyes are dusty. I used to feel before I turned sarcastic. Oh, I miss me when I was elastic. Got me tangled in your wires. Hello. Ka kaluar pak ora. Unë kam haruar t'ju flas. E hapa kamerën që t'ju them që jemi ulur, jemi shtrirë. Këtu kemi marrë krevat të tërë. Do ju them tani pak a shumë për çmimet edhe një review të vogël për vendin që jemi ulur. Atëherë, kjo që jemi shtrirë ne, që është kështu si tip krevate dhe është mbuluar lart, na kushtovi 100 euro, por është për 3 veta. Do me thënë, sepse do vi edhe vllai David për pak, edhe do jemi 3 veta. Prandaj zgjodhëm të ulemi këtu, se për ndryshe do duhet të marrim 2 sete me shezllone. Pastaj kemi shezllonet këtu para që shikoni, që seti kushton 60 euro për 2 veta, edhe 60 euro kushton kjo radhë basnesh, kurse ato para fare që janë afër te deti kushtonin 250 euro me 300 seti. Por vendi duhet t'ju them që është shumë i bukur, e vërteta është. Thjesht janë të gjitha të shtrenjta këtu, edhe e dinim këtë para se të vim, të tipit. Morëm një ujë, edhe në erdhi një ujë i madh me shishe prej qelqi, edhe kur të vjen qelq në tavolinë e di që do pagua shumë. E din, domethënë nuk ishte shishe plastike nga ato të zakonshme. Jo, ishte shishe prej qelqi. Edhe thashun sa ti do jetë 5 euro sigurt, do na i ketë vënë 5 euro këtë shishe në ujë. Edhe shikoj unë te fatura 9 euro. 9 euro për ujë. Kafja kushton 7 euro. Edhe tani porositëm të hajmë një pica, sepse nuk jemi ngrënë asgjë. Edhe nuk lejohet të sillësh ushqim nga jashtë këtu, sepse unë kisha vajtur te furran mëngjes, thash do marr nga jashtë, po na lajmëruan që nuk lejohet të marrësh nga jashtë ushqim, duhet vetëm këtu të porosisësh. Edhe një pica që porositëm kushton 20 euro. Edhe nuk jemi erdhur as nga beach baret më të njohur, as më të shtrenjtat, është nga beach baret më të lirat të ishullit. E them do e bëjmë vetëm sot këtë gjë, të ulemi kështu në det të organizuar. Nesër do shkojmë në të lirë, do marrim tentën tonë, edhe do marrim edhe ushqim nga shtëpia që të kënaqemi dhe të mos paguajmë leshtë e kokës. Edhe disi kështu ka vajtur dita sot. Unë kam druar roba banjo, kam veshur një body, sepse ajo tjetra që kisha më ngushtonte shumë pjesa poshtë, edhe thash mirë që mora roba banjo rezervë që t'i ndroj. Tani jam më rehat. Hyrëm edhe ujë, është blu kristal fantastik, ja u kam kapur edhe video ta shikoni, shumë i bukur ujë. Thjesht fryn pak erë, po okay, nuk na intereson shumë sepse kjo që kemi lart e koka na mbron. Kështu që jemi tamam këtu. Unë ri vetëm te hija, mundem të ri edhe te dielli, po nuk dua të nxjem më shumë. Kështu po kalojmë kohën ton, po pim kafe, po shtrihemi, po kënaqemi. Ja ku është pica jon. Pica supermarketi më duket mua. Po okay, për 20 euro sigurt nuk ja vlen. Tani do hajmë se s'kemi ç'bëjmë. If I climb high enough, I can see where I was. Hello. Unë po bëj vlog.
s'po bëj vlog, as unë nuk e di që po bëj me jetën time, por tani që u kujtova thash t'ju them që u rikthem nga deti, bëm një banjë, ndentëm pak te balkonit e shtëpia, pim pak Moscato d'Asti me vllajën e David, diskutuam, kaluam bukur, pastaj unë fillova të bëjmë gati, dhe tani kemi hyrë te makina, sepse do shkojmë në qendra e ishullit që të bëj unë foto me perëndimin, mundohemi sot të kapim perëndimin. Qendra është shumë e bukur, shumë estetike, shumë Pinterest vibes, po keni, po merreni me Instagram, TikTok e këto gjëra, është perfekte. Unë ju kam thënë që kemi erdhur me makinën time në Mikono. Se na dëshë një makinë vogël, këtu rrugët në ishull, në përgjithësi të ishullit e Greqisë, rrugët janë shumë të ngushta, shumë të vogla, pak të rrezikshme, edhe parkingu që ta gjesh duhet të kërkosh shumë orë, kështu që na dëshë një makinë i vogël që të mundemi të lëvizemi më kollaj, të mundemi të parkojmë më kollaj. Rastisi dhe një ofertë në të cilën makina që ta çojmë nga Athina deri këtu me Anije na kushtovi 75 euro që ta sjellim edhe 1 euro që ta kthejmë. Kjo ishte oferta që pak a shumë e kthen pa lek. Kështu që ishte perfekte për ne, sepse çmimet edhe të Anijes edhe biletat e të gjitha janë rritur tepër shumë. Të tipit kërkoja për prindrit e mi që do shkojnë në një ishull tjetër është shumë më larg nga këtu, po prap kushton të makina që ta marrësh me vete 200 euro që ta çosh edhe 200 euro që ta kthesh, vetëm makina, jo biletat e mamit e babit. Kështu që ishim me fat, thjesht këtë kam të them, edhe ju duhet makinë. Në këto ishujt ju duhet me patjetër për mendimin tim makinë, po doni ta shikoni ishullin, të shkoni në përplazhe, se për ndryshe nuk merrni makinë dhe rini vetëm atje te qendra, po nuk ka plazhet më të mira nuk janë atje, sigurisht. Ere po bëjt nami me njerëz, e shikoni këtë trafikun që ka. Nuk e kam parë në asnjë ishull tjetër të Greqisë që kam mbajtur. Edhe mendoni që nuk është as gusht, është akoma korik. Edhe të gjithë grekët thonë Mikonos është shtrenjtë edhe nuk është për ne dhe këtë janë dhe. Unë këtë ishull e kam parë super plot, nuk kam parë më duket ishull tjetër kaq plot me njerëz, sidomos këtë periudhë. Nuk është me grek. Nuk është plot me grek. Nuk është plot me grek, ai mbase nuk e di. E vinë të gjithë të vuajt në Mikonos. Nuk e din ata që ka Greqia 100 ishuj që janë kaq të bukura sa Mikonos, plazhe aq të bukura sa Mikonos, thjesht më të lira. Edhe vinë të gjithë këtu. S'kemi ç'bëjmë tani. Do presim në radhën tonë. Thjesht jam stresuar pak për parkimin, sepse gjithë këta njerëz diku duhet ta vënë makinën bashkë me ne. Kemi bërë xhiron ton, edhe kemi erdhur tani te lokali që punon vllai David, edhe po hajmë të gjithë bashkë. Ka erdhur edhe vllai David, edhe e dashura e vllait të David. Tani nuk ja u them me emra, sepse do i haroni, nuk do e kuptoni, kështu që do e them kështu, shumë më gjatë muhabeti. Unë bëra disa foto me perëndimin, shpresoj të kenë dalë të bukura, por tani problemi është që unë e vesha këtë fustanin që të bëj foto. Tani nuk dua ta vesh më, se nuk është edhe fustani më i rehatshëm në botë. Edhe disi dua të ndrohem, po nuk mundem, se tham të dalim të pim diçka pastaj. Shpresoj t'ja dal. Unë mbarova pjatën time, ndërkohë Devi ka marr atje të haj mish, me pak mish edhe me xaxhiq. Edhe thotë që nuk mundet ta mbaroj. E shikoni kush është burri në këtë lidhje. Kjo këtu që shikoni është e dashura e Luit, e vllait të David. Vllain të David nuk doja u tregoj sepse kanë të njëjtën fytyrë, kështu që po ja u tregova vllain do kuptoni kush është edhe Devi. Mirëmëngjes nga dita tjetër. Jemi zgjuar, jemi bërë gati. Dje nuk ju fola fare kur u kthem në shtëpi sepse u kthem vonë, sepse mbas ushqimit që ju tregova unë që vajtem, vazhduam me një party, me një, si ta them unë tani,
Vajtëm në një bar tu në Mikono. Mikonos është e njohur për partit që bën, sepse është ishulli që ka parti që në mëngjes deri në darkë. Nuk ka mundësi të mos mundesh të gjesh të paktën një parti. E dje që ishte shumë pafund. Ne zgjodhëm një lokal, vajtëm atje, kërcym edhe kaluam shumë bukur. Thjesht pastaj isha tepër shumë e lodhur, e kisha telefonin pa bateri, prandaj nuk i filmova fare te bari. Edhe thjesht u kthyem në shtëpi, u ndruam edhe fjetëm gjumë. Sot jemi zgjuar nga ora 10, unë 10 personalisht, gjithë të tjerët pak më vonë. Unë i hapa sytë në orën 9:30, dua t'ju them. Edhe pse fjeta shumë vonë dje. Nuk e di, më hapen sytë vetë, edhe thjesht u zgjova, nuk di ç'të bëja. Tash unë me mendjen time që do jetë ora 10. Edhe po prisja të bie zilja. Edhe nuk binte zilja. E shikoj orën unë 9:30. Them, okay, super. Unë kisha vënë zilën për në 10. E ndenta pak në krevat, u shtriva, u çova, pastaj vajta mora kafe përsëri sot. Unë jam e vetmja që kam vajtur të marr kafe, gjithë të tjerë thjesht flejnë gjumë. Edhe tani jam bër gati, kam veshur roba banjo edhe do nisemi për pak për në plazh. Sot do shkojmë në plazh të lirë, pa shezllone. Edhe na kanë propozuar një dy, nuk kemi vendosur akoma ku do shkojmë, por sa të shkojmë do ju them edhe emrin të keni edhe ju parasysh pak për plazhet të vendit. 2 or 3 hallucinations, playing back our conversations. Didn't mean to keep you waiting. Gave you time and dedication. I wish I were you were patient. Now you got a new location. I hate it. My heart is sinking, I miss. Kemi erdhur në det. Unë kam marrë mikrofonin sepse po fryn erë edhe për ndryshën nuk do më dëgjonit. Lexova një koment që thoshte që zëri im ndryshon kur flas në mikrofon, po në situata të tilla nuk kam si ta bëj ndryshe, sepse thjesht nuk do flisja fare, nuk do më dëgjonit. Edhe tani shpresoj të dëgjojmë se fryn erë edhe te mikrofoni, po desha të them që ne jemi ulur poshtë një peme, gjetëm hije, u futëm ne këtu në mes të njerëzve, sepse ç'të bëjmë tani? Këtë pemë kemi, me këtë do punojmë të gjithë. Hym një herë në det, sepse vërteta është që kur rrin në hije shumë, nuk nxesh, e pastaj nuk do të futesh në det. Uji është kristal, thjesht është pak i ftohtë. Mbase nuk është i ftohtë uji, po thjesht fryn erë shumë këtu, nuk të hyet. Vendi shumë i bukur, për pak do ikim sepse vllai David punon nga ora 5. Po. Edhe duhet të shkoj në shtëpi të bëj një banjë, të haj pak bukë dhe të niset për punën. Ne do shkojmë në shtëpi, do rrim pak, do flem gjumë, nuk e di ç'a do bëjmë, edhe do dalim përsëri mbas dite te qendra. Nuk ju kam thënë që kemi erdhur këtu për 3 ditë thuajse. Domethënë, erdhëm ditën e parë që ishim në anije, arritëm në darkë këtu. Ishim dje, do jemi edhe sot gjithë ditën, edhe nesër ikim nga ora 4 më duket e kemi anijen. Kështu që 2 ditë plota kishim në Mikonos, kaq ishte buxheti jon për këtë ishullin. Dëgjoni, po ta bëni kështu si ne, të vinin për këto plazhet që janë të lira. Del okej. Disi shtyhet situata. Ishim me fat se kemi edhe vllajën e David edhe të dashurën e tij që vinë këtu ku të shkojnë, ç'a vende të shkojnë edhe i njohin. Kështu që i marrim edhe pak më lirë gjërat, si për shembull dje që dolëm, edhe pija normalisht kushtonte 15 me 20 euro, ne e paguam 10. Kështu që okej, jemi mirë. Të dërgoni shokët tuaj të punojnë këtu edhe të shkoni ju pastaj për pushime. Është fantastike. Shoku joni vogël është këtu. Shikoni, vjen çdo ditë, na thot përshëndetje. Jemi rikthyer në shtëpi, kemi fjetur pak gjumë, kemi bërë banjon ton, edhe po vdes për bukë. Problemi është që tham të mos dalim nga shtëpia, të shkojmë në restorant të hajmë, që të dalim njëherë mirë në darkë. Nga ora 8:30 duhet të shkojmë të marrim të dashurën e Luit nga puna, edhe të dalim të gjithë bashkë në qendër. E kështu që menduam të porosisim, edhe atë bëm, edhe po presim ushimin ton të vi. Erdhi. Po flet me atë që po na sjell ushimin. Mund duhet t'i shpjegoj ku është shtëpia. Po vjen ushimi im, po vjen ushimi im, po vjen ushimi im. Jam shumë e lumtur. Kemi porositur goodies të hajmë sot. Burger, domethënë. Sepse me këto gjëra të ushqejmë këto ditë budalliqe vetëm, s'kemi ç'bëjmë tani. Na erdhi ushimi. Sa arritëm te qendra e ishullit, e lam makinën këtu te
Nga skafi doli. Po, dola nga joti im, I cili është këtu mbrapa, nuk e di, duhet. Është I vogël, kam marrë të voglin sot, se kam edhe një më të madh, po thash mos bëjmë shumë përshtypje. Sot erdha me të voglin, ja, kjo këtu është. I thjesht, nuk ka shumë gjë, nuk është shumë luksos, jo. Është ka 2-3 gjërë, ka kështu, kam disa staf brenda që punojnë, më bëjnë gatimet e këto. Unë do bëj tani një gjërë, pastaj do kem darkën time gati. Po, e la makinën tonë në parking, desha të them, I cili është këtu mbrapa. Edhe sa arritëm pash këtë, edhe thash, unë nuk e di ç'a bëj këtu. Dhe me thënë, nuk kam vend në këtë ishull, po përsëri kam erdhur. Edhe tani po vazhdojmë xhirën tonë te qendra. Të shkojmë një xhirë edhe nga vllai David që punon, t'i themi një përshëndetje, të shkojmë të ulemi diku të pim diçka, sepse ne hëngrëm në shtëpi edhe tham do dalim pastaj për darkë në te qendra. Po mua nuk më hajt buk tani. Kam plasur nga ushqimi, por të paktën të pim diçka. Sweet air, something like I'm breathing in moonlight. Bless me where the people in the sky are up all night. Mirëmëngjes nga një ditë të re, këtu në Athinë, rikthimi në bazën tonë. Ditën e fundit në Mykonos nuk ju filmova, sepse nuk isha fjetur gjumë gjithë natën. Unë kam diçka, kur kam u shkonja brenda te dhoma që fle gjumë, më kap një trigger e papar, nuk mundeni të kuptoni sa nerva më krijon kjo gjëja. Sa shkoj të flej gjumë, e bëjnë kastile, luajnë me mendjen time. E bëjnë kastile, sa I mbyll unë syt, edhe shkon të më marrë ai gjumi I ëmbël I bukur, vjen më shkonja këtu mu te veshi, e më bën zzz, zzz. Edhe unë në atë moment thjesht zjohem, e kuptoj që kam u shkonja brenda te dhoma, edhe nuk mundesha të flej gjumë derisa t'i vrasim të gjitha, edhe ishin diku te 4, na mori diku te 1 orë gjys që t'i gjejmë edhe t'i vrasim, bashkë me Davin, se as Davi nuk e lash të flet, se sa herë më vinte mua më shkonja këtu, I thasha, Dave duhet të zjesh, t'i gjesh, t'i vrasësh. Edhe mundoheshim t'i gjejmë gjithë natën, nuk mundeshim sepse ne flinim në sallon, edhe ishte edhe vendi gjigant, kishte brenda edhe kuzhinën edhe sallonin e të gjitha. Edhe mazalla me si I gjetëm ato mushkonjat që t'i vrasim, edhe kur I gjenim, shkonim t'i bënim kështu që t'i vrasim, edhe nuk arrinim t'i kapnim. Nuk arrinim. Nuk e di ç'a kishin këto mushkonja. Mushkonja toksike. Kështu që kisha fjetur gjumë nga ora 4 e mëngjesit, diku atje më mori gjumi kur I vram të gjitha mushkonjat. Edhe u zgjova në mëngjes, isha me nerva unë normalisht, sepse nuk kisha fjetur gjumë. Edhe duhesha të zgjojmë që të bëj gjërat e mia gati, të mbledhim reckat, t'i vëmë në makinë, edhe të nisim për te qendra me makinën. Kështu që prandaj nuk e hapa fare kamerën. Vajtëm thjesht një xhiro te qyteti, hëngrëm drek në një tavern greke. Erdhi dhe vllai David kur u zgjua, sepse u zgjua pak më vonë. Të pim një kafe te qendra, kafja e fundit para se të ikim, edhe pastaj morëm anien tonë. Edhe unë nisëm për Athinë. Edhe sot jam zgjuar te shtëpia ime më në fund. Dua të pastroj pak dhomën, të merrem pak me punka, t'i heq qafe. Kam vënë një lavatriçe, kam der, kam larë në dorë edhe fustankat e mia, të cilat kanë acaruar edhe ato nervat, sepse gjithë fustanit që kam që janë të bukura, që them dua t'i vesh, t'i marr me veten pushime, duan 3 orë që t'i lash me dorë, edhe unë kam vdekje të laj gjëra me dorë, po ç'a të bëj që prishen për ndryshe, edhe nuk dua t'i prish. Got me starry-eyed, got me upside down, spinning around you. Ç'a do bëjmë sot? Ç'a ka programi sot? Një gjellë të lehtë, Një gjellë të lehtë, të shpejtë. skuqëm patate, do skuqëm vezë. Patate, vese, kisha Sallatë me tomate. Shumë mirë. Ç'a ka? Një ubys do sot e avërdita komshia ime, edhe jemi në rregull. Shumë mirë. Kemi marrë këto patatkat nga supermarketi të gatshme, edhe I morën sepse janë këto që janë pak më të trasha. I hanë për lokale dhe më ishin fiksuar, e thash prit t'i marrim të gatshme, t'i bëjmë pak në shtëpi. Mua shija e patateve të gatshme më pëlqen më shumë se sa ato që qeroj vetë në shtëpi edhe I bëj. Nuk e di pse, më pëlqejnë ato që janë sa më fallë të jetë ushqimi, aq më shumë më pëlqejnë. Nuk e di ç'a problemi kam si njeri. Kështu jemi rritur ne. Me McDonald's edhe me budalliqe. Mami është rritur me gjëra bio dhe han gjëra bio tamam siç duhet.
të jetë normalisht në këtë jetë. Edhe unë do desha të më pëlqenin shumë ato që han mami, verdurat e këto gjërat, po nuk më pëlqejnë, nuk kam ç'të bëj. Mbase duhet të më kishte dhënë vetëm ato derisa të rritem që të mos di ç'a janë ato budalli të tjera. Po s'kam faj, unë s'kam faj. Po duhet të provoj një asnjëherë to, jo. Atë them, asnjëherë, të mos më jepi. Të ishte mësuar trupi të hante gjëra të shëndetshme. Rana, di si mësoj trupi? Si? Kur mos kesh ta hash fare, Ajo është e edhe vërtetë. kërkosh të gjesh një patatë ke edhe kudo që ti jetë ta shpulësh vetë aty në baza dhe të shikosh sa të shijo. Është e vërtetë, ke të drejtë. Duhet të kesh uritë. Si thua, të mos më jepni ushqim? Të lëni kopa ngrënë, Okej. të shikosh pas. Le ta provojmë. Për një muaj mos më jepni ushqim, Për shohim. një muaj ke ikur ti Për lesh. Ti ikur ti për lesh. Me 2 ditë po të lanë pa ngrënë. E di sa do të shojmë çfarë do që t'i japu? Ja, limonat bio. Limonat bio. Me limon. Ja, edhe hell O ne, bio. ajo bio. Super bio. Mora të provoj pi energjike, po është zero. Ka në ëmbëlsi nga stevia, Po, nuk ka sheqer, okay. Unë pi këto, pa sheqer, pastaj ha patate të skuqura me vezë. Tani e këto që janë kuptoni? sheqer janë më të rrezikshme. Unë vera banjën time, varove dhe me ushqimin, edhe tani ka erdhur Nadia. Edhe erdhi sepse ka marrë një brow lamination kit, e cila është që të ngre vetullat edhe rinë lart, pastaj gjithkohon. Këtë normalisht shkon e bën në një sallon bukurie, do thoshte dikush. Por, me që mundesh ta blesh e ta bësh në shtëpi, besoj që do na dal shumë më lirë kështu. Thashë të provoj edhe unë që ta shkoj ta blej pastaj, të shoh sa do më mbajt, po është e mirë këtë andi. E të shkoj edhe unë ta blej se kushtonte 25 euro më the. 27 euro. Ja si duken vetullat e mia. Nuk di që. E kuptoj pse shkojnë njerëzit edhe paguajnë që ta bëjnë këtë gjë. Sigurisht kur të shkoj në Shqipëri do shkoj në një profesionist të mi bëj vetullat, sepse do ju them që atëherë që kam vajtur tek Klas Permanent, e cila ka biznesin e saj në Tiranë, e kisha parë unë në Instagram që rënd dashuri me rezultatet që shikoja, edhe nga atëherë që kam vajtur atje, nuk kam vajtur në asnjë vend tjetër sepse nuk më dalin bukur. Tani ora ka vajtur 9 e darkës, pra unë në orën 9:30 duhet të shkoj në një lokal që kemi këtu afër, sepse do të takojmë me Devin, që të dalim me një çift tjetër, shokët tonë, për një diçka të pim, një koktejl, një verë, një... nuk e di, I don't know. Harova telefonin në shtëpi. Prandaj nuk ka fare vazhdim ky vlogu. Në përgjithësi, dua të më falni sepse tani që editova, kuptova sa shumë herë ju kam thënë brenda vlogut që harova të filmoj, harova t'ju marr me vete, harova t'ju flas, harova këtë, harova atë. Nuk ka fare lidhje njëra klip me tjetrën. Më falni, vërtet më falni, po kisha hyrë pak te mood pushime, edhe nuk e kam andjen, jam kështu. Në erë, ku të më qoj era. Shkoj, dal, bëj, e pastaj haroj unë telefonin, haroj kamerën, haroj që bëj vlog, haroj çdo gjë. E më falni, do mundohem javën tjetër të jem më konsistente, të dal një vlog më tamam do me thënë, të mos kemi mungesa brenda ditëve. Do mundohem. Tani po do ja dal, nuk e di, do shohim bashkë te vlogu i radhës. Por unë erdhe këtu që t'ju them të bëni një like, një subscribe, një comment, një hype, një follow në Instagram ose në TikTok ose ku të doni ju, sepse kemi në gjithë rrjetet sociale content. Kaq nga unë, shpresoj t'ju ketë pëlqyer ky vlogu edhe ne do shihemi si gjithmonë te video radhës.